Përfundon riti i transferimit të trupit të Papa Francesku. Ka përfunduar riti i transferimit të trupit të Papa Francesku në Bazilikën e Shën Pjetrit, raportoi agjencia italiane e lajmeve ANSA. Pas lutjes për të vdekurit, pushimit përjetshëm, kënga e fundit kushtuar zonës së bekuar Salve Regina në duartokitit gjatë prekse nga besimtarët, mirëpriti trupin e Papës që u soll në procesion drejt sheshit të Shën Pjetrit. Shumë njerëz kapën imazhe të këtij momenti, i cili ishte historik për kishën, me celularët e tyre. Arkivori i Papës Francesku në Bazilikën e Vatikanit u vendos përpara altarit të rrëfimit. Ai u vendos me një platformë të vogël, pak të pjerrët, me qëllim në dysheme jo mbi katafalkun siç kishte ndodhur gjithmonë të kaluar. Në këtë mënyrë dëshirat e Papës u respektuan, shkruan ANSA. 10 kardinal ishin pranishëm në rritin e transferimit të trupit të Papës, nga Pietro Parolin te Baldo Reina, nga Reinhard Marx te Konrad Krajewski. Ishin pranishëm gjithashtu kardinalet Angelo Baccu, Raimond Burke, po ashtu Giovanni Battista Di Re, Luis Antonio Tagle, Fernando Filoni, Gianfranco Ravasi, Cristobal Lozes Romero, Claudio Gucciarotti, Xavier Brustillo, Gualdiero Bracetti dhe shumë të tjerë. Përveç kardinalëve të kurjes, tashmë të pranishëm në Rom morën pjesë dhe italiansë dhe shumë të huaj që kishin mbërritur nga selit e tyre në prag të funeralit e më pas konklavit. Trupi i Papës Francesku i vendosur në arkivonin e hapur para altarit të rrëfimit në Bazilikën e Shën Pjetrit, u njoh me ujë të bekuar dhe u tymos me temjan, transmeton ANSA. Familja e Papës, ajo papnore, pra të gjithë ata që ishin kujdesur për të deri në momentin e fundit, u vendosën në rreshtin e parë në Bazilikën e Shën Pjetrit, ku zhvillua riti i transferimit të trupit. Ishin pranishëm 3 sekretarët, Don Juan Cruz Villalon, Don Manuel Pelizon dhe Don Fabio Salerno. Pranë tyre ishin laikët që kishin qenë gjithashtu pranë Papës, infermieri Massimiliano Strapetti dhe ndihmësit e dhomës Pier Giorgio Zanetti dhe Daniele Cherubini. Në qendrën të ritit të transferimit ishte liturgjia e fjalës, përveç lutjeve të ndërmjetësuara dhe këndimit të psalmeve. U lexua një pasazh nga Ungjilli sipas Gjonit.